13 vjeçare, kam krijuar një website që quhet memalia.com, një website informativ, por në ditën e kohë dhe për të promovuar, po themi, nuk ishte turizëm në atë kohë që është krijuar, pasi ka qenë viti 2014, por po themi bizneset lokale që ishin bare, restorante, biznese shumë të vogla. Po. Dhe ky portal, të them të drejtën, i erdhi në ndihmë qytetit dhe komunitetit. Pra, shikoja shumë njerëz të cilët e lexonin për fatkeqësi të ndryshme, lexonin për gjëra të bukura që ndodhin. Pra, kemi arritur diku te 50.000 vizitor muajin e tretë. Pra, ishin numra shumë të mëdhenj, për ne ishim të gjithë, po themi, fëmijë. Pra, unë isha duke bërë këtë me një grup shoqëror relativisht shumë të rinj në moshën time. Dhe ajo eksperiencë nuk shkoi ashtu siç unë do doja. Pata disa ndërhyrje të ndryshme të cilën e humba website-in, por mora një mësim shumë të rëndësishëm për të besuar njerëzve. Dhe në çfarë kuptimi e humbe? Po, duke mos pasur mundësitë në atë kohë për të kuptuar se si funksionon gjithë bota digjitale, zgjodha që personat e tjerë ta kishin krijuar domeinin, hostin për ta serverit, dhe një moment bukur nuk gjeta më akses në atë portal, dhe ai portal u mbyll përgjithmonë që atëherë. Por moraj mësim shumë të vlerëshëm, siç e thash, për besimin ndaj njerëzve dhe për mënyrën se si duhet të funksionosh. Dhe mendoj se këtu ka lindur, po themi, shpirti luftarak, sepse doja gjatë gjithë kohës ta rimerja atë faqe. Dhe në të njëjtën kohë po kuptoja se si funksionon bota, kapitalizmi, në aspektin dikush që e sheh një potencial, do ta shfrytëzoj, do ta përdori, edhe realisht them, nuk jam as pak, është thjesht një kujtesë që unë po bëj tani me ty, por unë them që më ka bërë shumë mirë fakti që ka ardhur në këtë formë. Dhe fill pas kësaj, unë fillova të zhvilloesha në aspektin e cyber security. Pra, po kuptoja se si funksionon kjo, që mua më ndodhi pikërisht ky lloj rasti. Dhe në këtë formë, kur fillon të marrë shumë informacion, fillon të kuptosh, po themi, mungesa. Ti e kuptove se kush e bëri këtë? Po. I nje personat? Nuk dua ta cek si tem këtë, por gjithsesi është normale, çdo kush për interesat veta mund të bëjë veprime të tilla, është më shumë një histori që mua më ka rritur. Dhe i them faleminderit çdo kujt që ka bërë, i them shumë faleminderit sepse më ka mësuar një mësim shumë të vlefshëm. Ka bërë më të fortë, padyshim. Po, padyshim. Dhe në momentin që kjo ndodhi, unë fillova të merresha me websajte për bizneset. Të them të drejtën, këtu kam qenë i paragjykuar gjithmonë në Shqipëri, flas këtu në këtë industri. Në shkuptimi paragjykuar? I paragjykuar për moshën. Pra, shumë persona thonin se si mundet një 15 apo 16 vjeçar të vit na shesi një shërbim, dhe përveç çfarë ndodhi me, po themi, website-in e platformës, thash, okay, do ta kem më të thjeshtë të bëj këtë gjë, por kjo gjë doli më e vështirë se gjërat e tjera. Pikërisht sepse njerëzit, ajo që thash pak më parë, ka të bëjë shumë me besimin. Pra, njerëzit nuk kishin besim mjaftueshëm, me të drejtë, nuk ju vefaj. Po. Por ishte një paragjykim deri diku i gabuar. Nëse do të flasim sot se çfarë ndodh po themi me të rinjt sot, po jepet mundësi. Dhe unë pikërisht këtë gjë kërkoja, të më jepej një mundësi të tregoja veten. Shumë pak kanë qenë personat që më kanë besuar, me një dorë mund t'i numëroj, të cilët më dhanë një mundësi për të treguar, dhe kryesisht kanë qenë persona të afërt, të familjes apo persona të rrethit të ngushtë. Ngushtë, po. Në vitin 2017, me ndihmën e familjes, krijova një linjë veshjesh, ku aty besoj filloi biznesi zyrtarisht. Pra, fillova të kuptoja si funksionon marketingu, strategjia, pozicionimi në treg, si duhet shesesh. Dhe këtu po themi ishte një biznes global. Pra, nuk ishte një biznes në atë Memaliajin e vogël apo në një Tiranë, por ishte për të shitur në tregjet të mëdha. Dhe besoj se këtu kanë qenë mësimet më të rëndësishme në marketing. Në çfarë moshe ke qenë? Këtu kam qenë në moshën 16 vjeçare, së bashku me mbështetjen e vllajt dhe të familjes, krijuam dizajnet, po i prodhonim në Pakistan, dhe të them drejtën, edhe për të gjetur furnitorin ka qenë një paragjykim mosha. Pra, ishte, domethënë, kudo që shkoja, mosha ishte një paragjykim që do më ndiqte kudo. Deri në moshën 22 vjeçare ka qenë gjatë gjithë kohës. Kjo mund të vinte edhe për shkak të temave që unë prekja. Unë jam shoqëruar gjithmonë edhe me më të rritur se vetja, kam qëndruar shumë me shokët e vllajt, me miqtë babit, gjatë gjithë kohës doja të mësoja gjëra të reja. Dhe ndoshta kjo deri diku, kur ti flisje me këta persona për të bërë biznes, ndoshta nuk mund të them ndjeshin inferior ndaj meje, se unë isha një njerëz shumë i vogël në moshë, por ndoshta shikonin diçka që ata do donin ta shikonin te dikush tjetër dhe nuk e shihnin, dhe unë. Ndoshta kjo u jepte një ndjesi jo të këndshme.
Gjithsesi, të gjitha këto kaluan shumë sfida, por këtu besoj që në pyetjen që më bëre, se u zgjata shumë në këtë pyetje, po e tregoja me shumë dëshirë. Dhe tani që e kujtoj, mund të them që momenti më i rëndësishëm që më ka bërë të krijoj, po themi, idenë se si funksionon një biznes, apo si një biznes duhet jetë i suksesshëm, besoj se është pikërisht linja e veshjeve. Pra, ajo më ka futur në një botë të egër, në një botë ku ti kishe konkurrent shumë të fortë se ti, me buxhete më të mëdha, me kapital njerëzor më të madh se ti, dhe ti ishe thjesht një person i cili kishte një dëshirë, dhe prapë mendoj se aty ka qenë një sukses, sepse ne kemi dërguar veshjen në Mbretërinë e Bashkuar, në Shqipëri disa. Kështu që besoj se ky ka qenë momenti që më ka bërë të shoh biznesin në një formë më të avancuar se çka kam parë kur kam qenë fëmijë. Dhe si eci? Shkoi shumë mirë deri për Covid.